sepse bi gjumi pasur, ngrehesh i varfër. Si mund të ndodhe kjo? Nuk e di o vëllezër. Por që për të ndodhur njerëzve ju ka ndodhur. Ju ka ndodhur njerëzve. Edhe kur jemi tek besimi, secili prej nesh duhet me pas shumë kujdes këtë çështje. Allahu xhelle xhelaluhu ka sjell një ajet apostafat në Kur'an. Edhe thot: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. O Allah, ma mbroj zemrën time masi ma drejtove. Pra, e gjithë lutja është masi ke iman, masi ke besim. Pse? Fluturo besimi. Hik mrena sekondit. Pa çfarë duhet bë? Kush e mban? Veprat e mira. Besimin e man ata shtylla që ka caktuar Allahu xhelle xhelaluhu. Për shembull, namazi ditor është shumë vështirë me rëshqit. Ose thuj se e pa mundur. Nëse e fal namazin ditor, pa asnjë lloj, domethënë pa problem, me kënaqësi, me dëshirë, nuk mund të rëshqasësh. Sepse ne e dim që e kemi një armik që është shejtani i mallkuar në prit. 9 ditë. Çdo njeri e shoqëron një shejtan. Edhe ai rrin gati. Sa ta në vlerësosh pak. Pa e laj vak namaz, sa do bën nami, sa të dosh kom fal. Sa të dosh kom fal. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e mëll të sehun pa i bën këto 34 lutje. Edhe një nga lutjet pra ishte që ja kam kallëzuar të tjerat, ishte edhe kjo lutje: o Zot, më mbroj nga mosbesimi. Edhe për fukarallëkun është lut, edhe për tjera gjona që i kemi përmend, nga përtatësia, nga menjëmasia, nga poshtrimi, e shumë lutje tjera që do të jenë çdo ditë. Se për mbrena sekondit rëshqet. A kemi pa në njerëz që kanë rëshqit? Mund të jetë fal 10 vjet këtu me ju. E me ne bashkë. Rëshqet. Sepse ata e kanë prit. Na tregojnë rastin e një njeriu. Wa aleikum selam. 70 vjet nuk ka dalë nga shtëpia. 70 vjet adhurim. Pa në losi herë. Një ditë ka thonë po dal pak. Edhe ishte pikërisht ajo koha e beharit, e dini, fresk, lulzim, ato cicërimet e zogjve, jeshil, mrekulli. Edhe temperatura është më krejtësisht këtu normale. Po dal, thot. Mirë po, na e dim që mrena trupit ton janë disa luanat rrezikshëm, hiena, që po u alerova kapisrën, të shkatrojnë. Del mas 70 vitesh. Adhurim 9 ditë. Përfundimisht del edhe ajo që e shkatroi më shumë, valekum selam, ishte imoraliteti. Masi pa diçka atje, shkoi në imoralitet. Historia e këtij njeriu është e gjatë. Pra shifeni, sa doli e priti ai, i mallkuar, gati. Edhe e shkatroi. Gati është ai. Ai pret atë ku të lëshosh shtek. Ti. Atë ku ti ta në lësosh. Për shembull, janë ca gjinafe të vogla që i barobi, të parëndësishme. Vallahi shokët e Muhamedit alayhis salam kanë thonë, ne i tremeshim këtyre lloj gjinafeve si me qenë gjinafe të mëdha. Sepse thot nuk ka gjinaf të vogël që nuk të çoke gjinafi i madh. Gjinafi i vogël të çoke i madh. Pra keni vënë re që njerëzit që shkojnë për shembull për vjedhje,
tregojnë atë që me letër duhani e ka filluar të vjedhin, ose me kallemisër që e ka marrë ati, ose me gjymës legu që e ka marrë ati, edhe ka shku, mëse ne ka rrit profesionin. Pra nga e pakta, nga zera, ka shku ke e madhja. Lutë Zotin të na fali, inshallah të na mëshirojë vëllezër. Allahu na ruajt nga mosbesimi, se mosbesimi është shumë i rrezikshëm. Allahu na falë dhe na mëshirojë gjithë. Edhe ju inshallah. Mella. Pa e